Do t'i zgjidhësh hallet problemet e tuaja, mbështetju Zotit. Do të punësohesh, mbështetju Zotit. Njëtën kohë, merri sebepet. Nëse ti je diplomu, një vajzë, një djalë janë diplomu, ti mbështetet Allahut, kërkoj punë. Nuk do të thotë, po ti duhet ngrehesh, ta marrësh sebepin, ngreu mëngjes. Shko kërko punë. Mos thuaj jo s'ka punë. Kërkoje punën. Merri sebepet, një prej mënyrave tjera si ti përballosh vështirësitë e dynjas, merri sebepet, se Zoti i Madh xhelle xhelalu thotë ittakhudhu bil asbab, merri sebepet. Mos flen 12 drekës. Edhe del 12 drekës, do shkojnë kafe, pastaj do shkoj bëj një xhiro, të shikoj a do gjej punë ajo. Jo. Ço di? Ço falë sabah. Mbështetju Allahut, lutju Allahut, dil mëngjes për shtëpia dhe kërkoje riskun tënd dhe da shikosh përfundimin. A nëse ngrehesh 12 drekës, edhe 1, 2, 3 mas dreke kërkon punë, nuk ka ashtu. Merre bereqetin në mëngjes. Do me pas bereqet, do me kërku punë, do me pas shëndet, do me pas mirësit, merri sebepet. Sebepet e hajrit që Zoti xhelle xhelalu na i ka dhënë.